Për herë të parë, euro ka zbritur në nivelin e 93 lekëve në kursin e këmbimit të Bankës së Shqipërisë, duke shënuar një tjetër rekord historik. Sipas agjentëve të tregut, oferta në valutë mbetet e lartë, ndikuar kryesisht nga sezoni turistik. Leku vijon të forcohet ndërsa euro prek një tjetër nivel minimal historik. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro këmbehet me 92.96 lekë, duke humbur kështu 0.11 lekë krahasuar me një ditë më parë. Vetëm gjatë vitit 2026, moneda europiane është zhvlerësuar me rreth 3.8% ndaj lekut, pas kësaj lëvizjeje qëndron një ofertë e lartë valute në ekonomi e ushqyer nga turizmi, remitancat dhe hyrjet e kapitalit. Në tremujorin e parë, deficiti llogarisë korrente ra në 228 milion euro, ndërsa investimet e huaja direkte arritën në 404 milion euro, një rekord për këtë periudhë dhe 11.6% më shumë se një vit më parë. Në anën tjetër, edhe politika fiskale ka ndikuar në kushtet e tregut. Suficiti buxhetor në 6 muajt e parë të vitit arriti në 52.8 miliard lekë, ose 60% më shumë se një vit më parë, duke kufizuar nevojën për financim në tregun vendas. Banka e Shqipërisë po përpiqet të zbusë presionin mbi kursin përmes blerjes së valutës, që nga fillimi i vitit 2024 deri në fund të tremujorit të parë të vitit 2026, banka ka tërhequr nga tregu rreth 2.2 miliard euro. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, blerjet arritën në 140 milion euro, por ritmi i hyrjeve valutore po rezulton më i fortë se efekti frenues i ndërhyrjeve. Kjo e mban lekun në pozita të forta dhe e çon euro në nivele gjithnjë më të ulta.